Sura e cila i ka zbrit pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam për ta mbrojt nga sherri i gjithë sherrave. Nëse njeriu i lëndohet trupi, kjo merremetohet. Pejgambert e Allahut janë lënduar në trup, e shumë prej tyre janë vëra, që ka përmend Allahu te bareke ve teala. Dhe pejgamberit ton alayhi salatu selam ja kanë lënduar trupin. Nëse lëndohet fiziku nga materialet prej mallrave, edhe ajo merremetohet, vjen tjetri. Apo nëse njeriu i bën dam në familje nga magji të ndryshme, sihra të ndryshme, edhe kjo merremetohet. Në fund të fundit merremetohet. Mirë po, Zoti jon te bareke ve teala në këtë surën e fundit, kul a'udhu bi rabbin nas, na tregoi për një sherr që nëse njeriu nuk e rregullon, nuk mbrohet prej tij, nuk merremetohet. Nëse njeriu të hin vezvesja e kufrit në zemër, Zoti na ruaj, s'merremetohet kjo. S'mundesh me ndrejç. Nuk mundesh me ndrejç. Nëse ti ta lëndojnë trupin këtë dunja, madje edhe të mbysin, del te Allahu me tjetër trup, por shpirtin e ke rujt. E ke rujt mendjen dhe imanin kështu me radhë. Por nëse shkon te Allahu me trup shnosh, apo dhe e ke humb imanin, raportin me Zotin, a merremetohet kjo? Nuk merremetohet. Andaj Zoti jon te bareke ve teala në këtë sure na mësoi çish murujt nga sherrri më i madh. Kan thënë dietarët, çdo shybe, çdo dyshim në Allahun, në gajb, në ahiret, në llogari, në melaxhe, në Kur'an, në pejgamber, në kader, këtë kanë zanafillën te kjo çka Allahu na thot runu pi çesaj, vezvesja. Ata çka thonë kur folin për Zotin, ata kanë vezvese. Ata janë më të vegjël se me diskutu madhështinë e Zotit xhelle xhelalu. Ti mundesh me fol për Allahun, po s'u ndron realitetet. Ti mundesh me pas vezvese ndillin, po s'u ndron realitetin. Ti mundesh me diskutue për shumë gjëra, po s'u ndron realitetet. Kjo është ajo që ne ka përmend dietar. Ti mundesh me fol për melaçe, po s'u ndron realitetet. Ti mundesh edhe me tall, çish po tallën plot apo pi gazetave. Tallën me melekun e vdekjes. Apo kur des dikush thonë, "Çe ktia pas ka ardh me amor melaçe e vdekjes." Po edhe ati kur ti vjen ai e shef se muhabetet dhe ajgarët e tij nuk e kanë ndryshuar realitetin. Andaj dietar thanë çdo vezvese në Allahun dhe melaçet dhe ahiretin, burimin ku e ka? Në dy burime. Egoja, apo do më konë njeri i madh, do më konë dikushi jo i ngjashëm me të tjerët, dhe nga shejtani. Andaj kjo surë na mëson se ka një sherr për te fizikut. Dhe njeriu është i likësht. Pi gjithë shka i ndikohet. Ndikohet nga çdo shqis shka ka kriju Zoti jon te bareke ve teala. Keni pa kur konsumon diçka të ushqimit, çka s'përshtatet, e nxjerr më një herë, se ndikohesh s'ta do. Keni pa kur shani pamje, ndikohesh, e keq apo? Kur nohat diçka, a është njësoj si me nohat një lule edhe në një vend me bërllok? Nuk ka njësoj. Pra ndikohesh pi tudijave. Njerëzit ndikohen nga çdo sen, ndikohen nga fjalët. A dhe kanë thonë djetarët, muzika këtë vezvese. Keni pa njeri që kanë gonë vazhdimisht muzik, edhe mu ka një shnosh, s'pa mundësi. Sa i është plot me vezvese, gjithë shka është të dyshim taj. Andaj vazhdimisht i kënojnë tradhijës. A mu si kënojnë vlerave. Tradhijës, pse? Sa i këtë vezvese. Tha Allahu gjelala min shërri lo aswas. Nga shërri ati cili vazhdimisht ban vezvese. A i kërkujt si beson. A zgrujës vetë si beson, a zkërkujna. E Allahu gjelala tha, a e dini ku vjen kjo? Pika vjen. Pi vezveseve të shejtanit. Ai që si kërkujna mos i besu. Kjo vezvese është ka i ka shti edhe njerëz mos i besu pejgambert. Pejgambert kanë ardhur me sene të qarta, me argumente të qarta. Abdullah ibn Selami ka qenë jehudi, kur e ka pa pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam dhe e pyetën çu shubane musliman, apo e pa shftyr njerin. Ja pa shftyrën çka pejgamber. Ftyra këtij nuk rren. Mirë po disa njerëzi gjithmonë i hulumtojnë vezveset. Andaj njeriu për nga natyra është i likësht. Shumë se ende e likështojnë. Ka përmen në likështimin e njerëzve, shkon një qka të banë vezvesja. Ka përmen një anën blidjetarëve të mojtë muslimanëve Ibn Gjauzi. Ka qenë një muezin në Bagdad. Dhe akon muezin me zotë mirë. Muezini cile ka thile zanin, por se në ka nërë një numër i madhi i vlerave në hadithet e pengamberit tonë sallallahu aleyhi sallam. Në atë botë, në atë ko, muezini ka ip minare. Edhe frikë edhe muezinat e tonë dhe gjallarët e tonë kanë hip në minare. Prej minare ka kalu një vajzë.
Ka qenë e pa feja jo vaz. Dhe i ka ra sinit drejt të ftyra asajna. E ka nalë zanin gjimës pi vezvezës ka e ka kap. Ja ka mor zemrën në ketë komplet. Dhe ka zbrit vrap t'i shku pas asajna. Dhe ajo ka thonë, largo mu, unë s'muj me dal me tyje, si dush hes të baba jem. Kur ka shku të baba vet ka thonë, na nuk jena musliman. Na nuk jena musliman. Ka thonë, unë e du vajzën e juve, du me martue. Ka thonë me një shartë, ndroj e fejën. E ka ndru fejën, me një jetin mu këthi prap. Me një jetin mu këthi prap. Kjo vezveq, Allah u tha, min shërri luaswas. E martoj atë vajzën. Edhe në natën e dhëndris, ende muhabet duke ba, ende duke hangër ushim, i jetë një pemë fyt dhe vdes. As atë vajzën, as Allahun. Kjo vezvesja. Sa pi njerëzve një fjalë, një e pame, diçka lakmon, ja humba ti këtë jetën, derisa ai mundohet pastaj me e kap, si me e kap hijen. A mundësh? Andaj Zoti jonë të bare kjo vëtër në mësoj se me të kap vezvesja o punë e madhe. Me të kap vezvesja është punë e madhe. Andaj djetarët ma dje kanë diskutu i qmenduri. A është në esencë nuk ka hiqmen, apo është i blokuar nga vezvesët? Kini pa qmenduri, do njerë e thot do një fjallë. Ka diskutim të matë djetarë, si ndodhe procesi shregullimit. Disa për i tërë e thonë nga vezvesët e mdoja hitës dhe kur gjo, nga se vazhdimisht gjuhët. Andaj kur preket në ishnosh prej vezveseve, i në gjanë qmendurit. Se vezveset janë shumë trana. Tha Allahu te bareke ve teala, o ju njerëz, thuni, kërkoj mbrojtje pi Zotit njerëzve, mbretit njerëzve, ta dhurumit njerëzve, min sharri l-waswas. Lutë Allahu me trupi vezveseve, lutë Allahu me ta pastru gjoksin nga vezveset. Këta kena vezvese. Pejgamberi jon alayhi salatu wassalam do njerë ju ka ngushtu gjoksi. Pejgamberi ton alayhi salatu wassalam do njerë ju ka ngushtu gjoksi. Madje pejgamberi alayhi salatu wassalam hadith ka thënë, ka dhënë disa njerëz kanë folur për disa tjerë. Disa shok, do njerë, këto s'kan ndodhur 18, po te sahabe pak më kategori më e ulët se sa Ebu Bekri, Omeri kështu me radhë. Pejgamberi sa çka ju ka thënë, o ju njerëz, mos um hajde me kallxu filani kështu e pash filani ashtu, se po më ngushtohet gjiksi. Keni pa dikush kur të vën? A e pave ky, shiku shkoj, kush ka tha? Dhe ti fillon me mori natën njërin, ndoshta kot e kot. Ndoshta ke diçka tjetër ka qenë ajo. Ai s'ka pas as lidhje me çka ky e përshkruan. Mi po përshkruesi është shtys i vezveseve. Tha Allahu te bareke ve teala, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ai cili gjun vezveset ngjyks, këtu mrena mbledhën plot për vezveseve. Në fund çka tha Allahu te bareke ve teala, minel jinnati wan nas. Dy kategori bojnë vezvese. Kategoria e njerëzve dhe e gjinëve. A ban njeri vezvese? Po. Fjalët e holla, të vazhdueshme, kronike, hiç pa ndal, tinza, që nxitin për të keq, dietar kanë thënë janë vezvese. Mi u mbledh 5 veta një njerit e bojnë çmendur këtë. Me përgatit, me plan, me organizim, me i fol veç për një mesele e bindit. Ndash për të mirë, ndash për të keq. Pse? Sepse njeri është ndikueshëm. A njeri kur rri me diçka, bëhet si ai. Madje kanë thënë dietar njeri edhe ushqimin e kafshës që e konsumon, çfarë? Ndikohet në trup nga ajo. Andaj kanë thënë dietar ai që ha darr, ndikohet nga tabiati i tij, pastaj kur gjasesh e shëmtume. Ata që hajnë prej ushqimeve të ndryshme marrin formatin e ushqimit, po para mëno me njerëzit. Andaj çka tha pejgamberi alayhi salatu sallam? Njeriu është në fenë e shokut vet. Pse o njeriu në fenë e shokut vet? A keni pa një njeri me nejt me zinaqar, alkooliqar, rakigji, hajdut, edhe ki unë hiq valla. A beson ti? Po nuk e beson. Se ti nëse ka i 10 vjetë shok, edhe ky e mund njëtër. Ska mundësi me pas shok, dost mik. Ky është i pastër në mënyrë absolute për ati. Çka tha alayhi salatu selam? Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Le ta shikoj njëri për juve kam pe ban shok. Shikoj edhe vladin tan kanë të bëj shok. Shikoj edhe vajzën tane kanë ka shoqe. Se nuk ka mundësi pastaj më kanë jotja e mire, po ajo po ma jemi ajo, i gjali jem, jo vallati, jo nuk ka mundësi. Nëse është në rrugë të keqe, shoku është me shokun, dosti jo me dosti. Andaj çka tha Allahu te bareke ve teala, pe e xhineve, gjendien dhe njerëzve. E njerëz tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke e vërtetuar këtë çështje, tha pejgamberi alaihi salatu wassalam, interesant tash me një njeri, dhe ju është gruaja.
e ndron menën e burrit të madh. E ndron menën e burrit të madh. Apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ushtri për me vdek, i tha Aishës, tha o Aishë, thuj babës tan Ebu Bekr Sidikut le dale imam. Shikosh ka të ban gruaja. Aisha radhiyallahu nana e besimtarëve, por të tabiat njerëzor nuk oj domon i melaç, ose i njëri. Tha Aisha, thuj Ebu Bekr le dale imam. Hini Aisha në dhomë, apo, dhe i tha kujna, ortakës vet, qikës Omerit, radhiyallahu an, tha pithu babës tanë se baba e ma i liksht. Kër e dëgjoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka tha? Entun në sawahib e Jusuf, ju, lloj juve, jo ti, lloj juve i grave, ju e kini provoku Jusufin, ju e kini bo punën Jusufin me himbur. A nuk e ka bon një gruje Jusufin me himbur, alayhi salatu selam? E ka provoku, së nja ka rri qëllimin, burri veti fort, e ka shtim bur, u kry muhabeti. Qka ta bëjmë sam? Jo, unë e po të thamë Ebu Bekrin, ti po më pishkufi thua që, apo, andaj, duhet me pas burri kujdes shumë me lutë Allahun gjele gjele. Allahun Kur'an kër e ka përmen grujen dhe e vlad që ka thanë, ato janë fitnë për juve. Fitnë, të ndronë menën. E ke vendos një të mirë, shle me bohe. E ke vendos një kajrë, ta përzin menën. Qka tha Allahu te bare kjo e tala minel gjinneti u në nas. Edhe gjinët, edhe njerëzit bëjmë vezvese. Me këta dhe përfundon surja e fundit e Kur'anit. Elusmi Allahun që Allahu t'i pastron gjoksa tona nga vezvese.